Përmes studimit të tyre më të fundit, publikuar nga revista prestigjioze mjekësore Lancet, kërkuesit e Universitetit të Harvardit hedhin hije dyshime mbi dekada të tëra pretendimesh se njerëzit dobësohen duke eliminuar yndyrnat. Dietat low fat nuk funksionojnë. Është rezultati në të cilin del grupi studiuesve pas mbikëqyrjes së mbi 68.000 personave të rritur. Në thelb, sipas tyre, nuk ka prova që të mbështesin rekomandimin e dietave të tilla, pavarësisht dogmës tepër të përhapur se duhet të heqësh yndyrën nga ushqimet që konsumon nëse dëshiron të humbësh shpesh, nuk ka element që ta mbështesin një teori të tillë, sidomos nëse diskutohet për dobësim afatgjatë. Në 1983, qeveria britanike pat dalë me një udhëzues zyrtar përmes të cilit këshillonte shtetasit e vet të reduktonin në 30% energjisë totale nivelin e yndyrës së konsumuar, e të rrisnin nga ana tjetër konsumin e karbohidrateve. Kritikët thonë se një masë e tillë kontribuoi ndjeshëm në bumin e produkteve ushqimore dietike, në maninë e njerëzve për të numëruar kaloritë e i dha dorë industrisë së dobësimit. Tashmë, çdo ditë më shumë po dalin në dritë prova se jo çdo lloj yndyre është e dëmshme dhe se disa prej tyre mund të luajnë rol në mbrojtjen e zemrës, e madje edhe në humbjen e peshës. Së fundmi syt ka nisur të kthehen nga dieta ushqimore mesdhetare, e cila përveç frutave, perimeve apo drithrave, është mjaft e pasur edhe me vaj ulliri, peshk apo arra.